andin ton e din që si pik para programatike e lëvizjes vetëvendosje ose si ide pse ata ju nhi edhe bojnë politikë ka qenë se lëvizja vetëvendosje mund të vijë në pushtet dhe mund ta marrë pushtetin vetëm me gjendje të jashtëzakonshme. Jo me gjendje të jashtëzakonshme të shpallur dhe kushtetuese, por duke prodhu gjendje të jashtëzakonshme, polarizim ekstrem, jo veç në spektrin politik, por në shoqërinë kosovare. Kjo lëvizje e ka kriju një mendësi popullore, po me prapavi populiste, shumë populiste, që kush na voton ne është me Serbinë, merret i me men. Që i thoni demokraci në Kosovë. Për kryekumëndarës që kanë thënë, që janë me Serbi, ata. Për gjithçka. Për gjithçka. Popullit e ka kriju mendësinë popullore, thash, që na thu se kemi detyrim me votu Albin Kurtin dhe partinë e tij. Në demokraci s'ka detyrime, kolegë dashur. Demokracia është vullnet politik, e thanë kolegë më herët. Sa i përket anës procedurale juridike, e tha zoti Kryeziu, ai verdikti 2014-s, me qenë se e ka një fjali që mund të konotoj për tash, nuk e zgjidh këtë problem. Sepse ata thonë që duhet, domthonjë deputet t'i krijojnë institucionet në ta konstituojnë kuvendin. Por kjo duhet, varet, e tha mentori, e tha drenori, e tha që të gjithë kolegët e mi, duhet vullnet politik. Në Kosovë vullnet politik, po shihet çfarë vullneti politik, ka sepse partia e madhe, partia që e ka dashur, e ka respektuar, e ka çmu, ja ka dhënë votën dhe në mënyrë ja ka fal besimin dhe jetën. Nuk po do me kriju institucione e vendit vetë, po do në ati votuesi me dhonë institucione, asë që ka e shihni ja. Me dosht, ajo zgjidhe situata në brenda 24 orëve, brenda dejt bim, shkojmë në shpi, bim me fjetë, ku qojmë në mëngjes, pak mu që uvojnë, ka ora 9-10. E se? Ka zgjidhje. Po se? Që, zoti drenojnë, zgjidhe demokracinë, pluralizum, janë, po vërtet janë plurale. Janë shumanshme, sepse vetë nocioni politik është shumësi aktivitetet.